Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot, atë e falënderojmë dhe vetëm nga i falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë besimtarët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, urtësitë dhe mësimet që mund t'i nxjerrim nga therrja e kurbanit. Të ndershëm vëllezër, ne si besimtarë, si muslimanë kemi për detyrë të gjitha veprat tona që i bëjmë, t'i bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe t'i dorëzohemi Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka vepër të mirë që mund ta bëjmë e duhet me u dorëzu Allahut. Patjetër është me u dorëzu Allahut. Jo me mendu a duhet as duhet. Patjetër të gjitha veprat tona që i bëjmë t'i dorëzohemi Allahut subhanahu wa taala. Edhe asnjë urdhër tonin nuk mund ta vendosim mbi urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë urdhri i Allahut është i prerë, i vendosur, ne e zbatojmë ose nuk e zbatojmë. Mirpo a kemi mundësi ta ndryshojmë? Nuk kemi mundësi ta ndryshojmë. Të ndershëm vëllezër, donjëherë ne si njerëz duhet me sakrifiku. Para se të vjen kurbani, njerëzit i kanë sakrifiku fëmijët e vetë. Qoftë Ibrahimi edhe dikush tjetër në kohën e Ibrahimit. Sa atëherë, në atë kohë, tradita ka qenë se s'kan ditë ato se mund me prej kurban. Nuk e kanë pas këtë tradit me prej kafsh kurban, me therë kafsh kurban. Janë e disa filma të Hollywoodit që luftë e madhe bëhet për shembull për me therë ndonjë njeri të avancuar, princ ose princesë, nëse e therim kurban, do më thonë, vjen ujë, shtohet ujë, shtohen të mirat, shtohet bereqeti, këtë filozofi e kanë pasë. Por atë shkak edhe Ibrahimi a.s. me këtë tradit që ka qenë atëherë, ka thonë unë në qoftë se Allahu ma dhuron një fëmijë unë e thirrë kurban. Mirë po sot nuk është kjo tradit. Sot në sakrificën më të madhe që mundemi me bë, është me ble një kurban dhe me e therë për hir të Allahu subhanahu wa taala. Ata që kanë mundësi e realizojnë. Ata që s'kan mundësi, mundën me lutë Allahu subhanahu wa taala, mundën me bën dhikr. Edhe ata mundësit i kanë me ofru të Zotit. E treta të ndershëm vëllezër, në qoftë se kemi therë kurbanin, a kemi obligim dhe ne ma të mishin e kurbanit? A kemi ndonjë obligim? As kemi ndonjë obligim? Kemi. Po sa është në pyetje mishi i kurban bajramit. Sa më duke folë për kurbanat tjerë që mund me therë brenda vitit. Lloj shmërit të njetëve ka. Në 3 vende është mirë me nda mishin e kurbanit. Një pjesë, 1/3 janë ndonë vetës. 1/3 janë ndonë familjes. 1/3 janë ndonë skamnorën. Tash më një lind pyetja. O zoni, kam bë mundësit? I ka mundësit une? A banë me edhon kretë? S'ka problem. Nëse e ke therë një kurban të madh, kretë jepe se vetë se vapi. Po është mirë secili prej nesh nga kurbani vetë një copë mish me nda për veteve. Nga kurbani vetë. Nuk është gjuna. Nuk është gjuna. Në fundet njeriu, nëse nuk din me respektu vetën, as tjertë nuk din me respektu. është mirë edhe vetën ndonjëherë me respektu, me kurbanin tënd. Ama me qenë se don me dhon kret, nuk ka problem, është e lejuar. Sa më shumë me dhon, është më mirë. Të ndershëm vëllezër, Allahu subhanahu wa taala thot: "Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir." Shqip, hani nga mishi i kurbanit dhe ushqeni nevojtarët që i keni. Do më thonë ta shive, Allah subhanahu wa taala me këtë e ka leju që ne që kemi prej kurban, kemi bon kurban, me hanga mishi i kurbanit në vetë, edhe dita mi ushqie edhe nevojtarët, po edhe
shoqërinë edhe familjen. Të ndershëm vëllezër, thera e kurbanit është traditë e Ibrahimit a.s. dhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose është vazhdim i rrugës së pejgamberëve. Mirë po, gjendja e muslimanëve sot, dy tre fjalë. Si e shohim në kurbanin? Jo si është, ne si njerëz, si besimtar në këtë kohë, si e shohim kurbanin? E shohim si adhurim ndaj Zotit, që unë kërta theri kurbanin, Zoti më kënaq nga unë, apo e therim kurbanin pëse unë zakon, pëse kam bëjt tradit. Edhe tash, po e bëj për hatër të babës, po e bëj për hatër të nanës. Ja, nuk ka hatër të babës dhe të nanës. Nëse e ban për hir të Allahu subhanahu wa taala. A niyetin pse e ban e diçka tjetër. Ti kështu thuj, e bëj me niyet për babën, e bëj me niyet për nanën, për familjen, ama jo, mës me e pas babën, nuk e theri kurbanin. Këtu o gabimi. Këtu o gabimi si vjen si zakon dhe për hatër. Nuk theret kurbani për hatër. Kjo është sakrificë. Bëhet vetëm për hir të Allahu subhanahu wa taala. Ose e dita si gabim, shembull, më si kaloje Bajrami, ato mezliset, ato muhabetet, filani e kish marrë kurbanin ama shumë të lisht, shumë dopt. Unë e ku marrë kurbanin, shembull, shumë kurbanin me brina, 2 ton. E di tu lavdru tash me kurban, apo si na ty nxjerr ata luftë me bondën me të veti, kurbanin jot me kurbanin tem. A mi qartë, secili me mundësitë e veta e blejnë. A i dopt, aso i dopt, Allahu subhanahu wa taala i pranon ose nuk i pranon. Ne si njerëz nuk ka nevojë tash me debatu kush e ka kurbanin më të heshëm, kush e ka kurbanin me brina e pa brina e. Sepse të ndryshëm vëllezër, Allahu subhanahu wa taala nuk i merr nga ne niyetet me mishin e kurbanit kush sa killi i ka. Edhe sa i ranto dhe sa i ke blej. Po me niyetet e pastra që i kemi ne. Por në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, këtë ta mbani mend edhe me mundësi me o tregua dhe tjerëve. Shqip po përmendi hadithin që më mirë ta mbani mend. Kush thot ka mundësi me ban kurban? Edhe nuk e ban kurbanin. Dëgjoni me vëmendje. Ai që ka mundësi me prej kurban, edhe nuk pret kurban, thot mos i afrohet vendfaljeve tona. Shumë rand, apo? Shumë rand, si mesele. Do më thonë, unë kam mundësi me prej kurban, nuk e kam prej. Edhe tap imam, ja. Apo ju qaqë kulturumin, nuk dhe në ozë, s'ke prej kurban prap. Jo ndështë se bani ketë, ama nuk më ka hije mu me dali pari atja, a punën më të thjesht, me mundësi që mi ka dhonë Allah, nuk e qenë vend. Këto problemit të ndryshëm vëllezër, që ne duhet nga pak këta çështje të kemi parasysh, se Allah subhanahu wa taala të mirën që na jep, vallahi mundet me na marr. E të shfrytëzojmë mundësitë tona ekonomike sipas mundësive që i keni. Të ndërsa vëllezër, kurbani është histori i imanit, është histori i bindjes, histori e sakrificës që e ka bërë Ibrahimi e pastaj pejgamberët tjerë, edhe është histori e të gjithë pejgamberëve prej te Ibrahimi deri te pejgamberi më i fundit. E çka na kujton kurbani? Kur ta presim kurbanin, më njëherë na shkon historia dhe na përkujtohet historia e Ibrahimit alayhis salam me djalin e vet Ismailin, na përkujton devotshmërinë, na përkujton sinqeritetin dhe na mundson afërsinë me Allahun subhanahu wa taala. Inshallah Allahu na udhëzon e të gjithë së bashku në xhennet na çon. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون